Në Island vjen receta për të shpëtuar të rinjt nga alkooli dhe droga. Nuk është një shaka, por një lajm i vërtet, i cili është reflektuar në statistikat e islandezëve gjatë 20 viteve të fundit. Islanda arrin rezultatin e ndëruar nga shumë vende të botës. Përqindja e adoleshentëve që deheshin ra nga 48%, që ishte në vitin 1998, në 5% në vitin 2016. Në fund të viteve 90, Islanda mbante numri rekord në Europë për konsumimin e alkoolit dhe përdorimin e drogës nga adoleshentët. Programi pilot i quajtur Rinia në Island gjen recetën magjike për të eliminuar në kohë varësinë e adoleshentëve nga droga dhe alkooli. Programi u ideua nga profesori amerikan i psikologjisë Harvey Milkman, i ndjekur nga skuadra e kërkuesve të Institutit Kombëtar në SBA për abuzimin e drogës. Sondazhet e monitorimit të progresit të varësisë të rinjve janë bërë në të gjitha shkollat e Islandës dhe në kërkime u përfshin nxënësit e moshës 15 dhe 16 vjeç. Në kuadër të këtij projekti, qeveria miratoi një sër masash që kishin gamën e një revolucioni të vërtet kulturor. Parimet e këtij eksperimenti janë: kaloni kohën e lirë në shtëpi, ndalimi i reklamimit të pijeve alkolike dhe duhanit, si dhe ndalimi i shitjes së cigareve për minorenat 9-18 vjeç dhe alkoolit për ata që janë 9-20 vjeç. Adoleshentët nga mosha 13 deri më 16 duhet të ishin në shtëpi në orën 22 në stinën e dimrit dhe në verë ju lejoj që të qëndronin jashtë deri në mesnatë. Situata u kthye si një shtetërrethim. Futja e aktiviteteve sportive dhe kulturore në shkolla ishte po ashtu pjesë e këtij programi. Duket se programi ka arritur suksesin që vetë autorët shpresuan, duke shpëtuar shumë jetë.